Falëndërimi i takon Allahut xhalla shanuhu, i cili na udhëzoi në rrugën e shpëtimit dhe na bëri prej pasagjerëve të anijes së Islamit. Salavate dhe selame qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, udhërofyesin e njerëzimit drejt bregut të sigurisë dhe shpëtimit. Salavatet qofshin edhe mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë me besnikëri deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamati i nderësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është Islami është anija e shpëtimit. Nuhu alayhis salam dhe besimtarët u shpëtuan. Anija u ndal në një vend të sigurt. Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu thot në malin Gjudi. Gjudi, ky vend ndodhet në qytetin Shërnak të Turqisë. Ajo arriti në vend të sigurt, sepse lundroi në një rrugë të sigurt, në rrugën që Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu e përshkruan me fjalët Bismillahi majraha wa mursaha, me emrin e Allahut lundron dhe me emrin e tij ndalet. Në anije kishte vend për të gjithë ata që dëshironin të hipnin dhe nga çdo lloj gjallëse merr nga një çift, urdhëroi Allahu xhalla shanuhu Nuhun alayhis salam. Në vend të sigurt nuk mund të arrinin ata që nuk vepronin me bismillah dhe as nuk kishte siguri në ndonjë mal tjetër. Djali i Nuhut alayhis salam tha, unë do të strehohem në një mal që do të më mbrojë nga uji. Nuhu alayhis salam i u përgjigj djalit të tij, sot askush nuk do të shpëtojnë nga dënimi i Allahut përveç atij që ai e mëshiron. Dita e 10 e Muharremit ishte dita kur Nuhu alayhis salam dhe besimtarët zbritën në tokë dhe shkelen në siguri. Imam Ahmedi në Musnad, duke transmetuar fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Ashuran, shënon, kjo është dita kur anija u ndal në malin Gjudi, prandaj Nuhu e agjeroi atë ditë. Dje ishte dita e 10 e Muharremit, ndaj kjo është një mundësi që të mendojmë për anijen e shpëtimit dhe të kuptojmë se jashtë anijes nuk ka shpëtim. Që nga dita kur Nuhi alayhis salam sipas udhëzimit dhe në mbikëqyrjen e Allahu xhalla shanuhu ndërtoi anijen dhe bëri thirrjen irkebu fiha, hipni në të, kjo thirrje vazhdon ende. Ndërsa anija që lundron drejt sigurisë është Islami. Vetëm ajo anije që lundron në emër të Allahu xhalla shanuhu mund të jetë rrugë e sigurt dhe të dërgojë në vend të sigurt. Themeli i kësaj anije është La ilaha illa Allah, fjala e shahadetit. A nuk ja ofroi Muhamedi alayhis salam xhaxhait të tij Ebu Talibit si edhe të tjerëve mbrojtjen nga zjarri? Ai thoshte, o xhaxha, thuaje shahadetin dhe ai do të jetë mburojë për ti nga zjarri. Por ai nuk e tha. Me shembullin e tij, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na paralajmëroi duke na përshkruar vendin e tij të vuajtjes. Do të jetë deri në mijat e këmbëve në zjarr, ndërsa nga nxehtësia do t'i vloj trurin. Ashtu siç ishte e kohë për djalin e Nuhut alayhis salam të kërkonte shpëtim jashtë anijes, po aq e kohë ishte edhe për xhaxhain e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të mendonte se ka shpëtim jashtë Islamit. Anët, muret dhe drasat me cilat është ndërtuar kjo anije janë namazi. Ai është mburojë në këtë botë nga mëkatet, ashtu si ato drasa e mbronin anijen nga dallvat, ndërsa në ahiret është mbrojtje nga zjarri dhe nga dënimi në përgjithësi. Kush mendon se mund të lundrojë sigurt në detin që quhet dynja pa namaz, është në mashtrim. Namazi është shtylla e fejtë. Është marrëveshja ndërmjet njeriu dhe Allahut xhaleshan.
kush e praktisat, ecën drejt mosbesimit. Për të arritur në siguri, duhet lundruar në rrugën që Allahu Gjellëshanhu e përshkruar me fjalët Bismillahi majraha wa mursaha. Me emrin e Allahut lundron dhe me emrin e tij ndalet. Me emrin e Allahut, me namazin e sabahut e fillon lundrimin 5 herë në ditë. Punët dhe angazhimet e tua i ankoron në portin e sigurt, në portin që quhet Islam. E vetë fjala Islam do të thotë shpëtim dhe paqe. Duke ruajtur kështu ekuilibrin ndërmjet trupit dhe shpirtit, arsyes dhe epshit, sinon dhe lundron drejt malit të sigurt, drejt malit tanë gjudi. Për ta ruajtur këtë ekuilibër, anija duhet të ketë timon. Agjerimi është pikrisht drejtuesi i anijes së jetës sonë. Vetëm ai që është i gatshëm të heqë dorë nga knatësi për hir të Allahu Gjellëshanhu wa Gjelle Gjelalu dhe të bëj sakrificë, do të ketë mundësinë të ndjejë tokë të sigurt në këmbët e tij. Ai do të ketë mundësinë të hyjë në vendin e sigurt përmes një dere të veçantë ose të ankorohet në malin gjudi nga ana më e bukur. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, në xhennet është një dere quajtur Rayyan, në të do të hyjnë vetëm agjëruesit. Velat e anijes janë zekatit, që të lundrohet i sigurt në detin e dynjas. Nuk duhet të zhytmi thellë në të, nuk duhet i dorëzohemi rrjedhave të saj, por gjithmonë me besim të fortë të përballojmë dalgët e sprovave. Ka shumë njerëz që kanë kërkuar shpëtim në ndonjë mal tjetër, si djali i Nuhut alayhis salam. Ata nuk kanë mësuar nga tregimet kuranore, por të kishin mësuar, do ta dinin se dynjaja është mjet dhe jo qëllim, se edhe pasuria, edhe varfëria janë sprova. Të pasurit sprovohen për të parë si do të veprojnë me të mirat që u janë dhënë, ndërsa të varfërit sprovohen për të parë sa do të durojnë në vështirësi dhe mungesë. Siguria është në anije, ndërsa anija jonë e sotme, si edhe të gjithë njerëzve pas Nuhut alayhis salam, është feja, ashtu siç ishte edhe për Nuhun alayhis salam. Çdo bashkësi që ja kthen shpinën fesë, në cilin do aspekt, humb mbrojtjen dhe sigurinë. Muhamedi alayhis salam ka thënë, Allahu pushon së mbrojturi çdo bashkësi në të cilën gjendet qoftë edhe një njeri i uritur. Po ashtu, kur një besimtar mbetet i uritur, askush nuk ka më të drejtë absolute mbi pasurinë e tij. Dita e 10 e Muharremit, përveç se është dita kur Nuhu alayhis salam dhe besimtarët arritën në siguri, është edhe dita për të cilën transmeton Ibn Abbas radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi në Medinë dhe i gjeti hebrejt duke agjëruar ditën e Ashurës. Ai i pyeti, çfarë është kjo? Ata thanë, kjo është një ditë e mirë, dita kur Musa alayhis salam dhe bitë e Israelit u shpëtuan nga armiqtë i tyre. Në ditën e Ashurës, Musa alayhis salam e nxori popullin e tij nga robëria në liri. Kjo ishte ashtu dita e djeshme. Për ne është një mundësi që sot të nisim rrugën e çlirimit tonë nga veset dhe mëkatet tona, nga robrimi ndaj epsheve tona, idhujve dhe vlerave të rrejme. Nuhu alayhis salam i çoi besimtarët në siguri. Musa alayhis salam i udhëhoqi drejt sigurisë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na tregoi rrugën e sigurt, ndërsa Allahu Gjellëshanhu wa Gjelle Gjelalu na drejtohet me thirrjen, o besimtar, hyni të gjithë në paqe, hyni të gjithë në Islam dhe mos ndisni gjurmët e shejtanit. Ai është vërtet armiku juaj i hapur. O Allah i madhruar, në ndihmo që anija jonë të lundroj e sigurt dhe të arrijë në bregun e shpëtimit. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.